Edhe pse jemi tashmë në gjysmën e dytë vitit shkollor, me drejtorin e shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në kraj, Sami Dodën folën për hapat e parë të vitit shkollor 2025-2026 dhe për përgatitjet që janë bërë për të siguruar një mjedes të përshtatshëm për nxënësit. Sipas tij, para fillimit të mësimit janë zhvilluar aktivitetet shumëta organizative, mirëmbajtëse dhe infrastrukturore me qëllim që nxënësit ta nisin vitin në një mjedes sa më të përshtatshëm. Shkolla aktualisht numëron 54 nxënës, të shpërndarë në 9 paralele, ku përfshihen edhe klasat kombinuara për nivelet më të ulta. Vitin e kaluar, tha ai, përfunduan 8 nxënës, ndërsa këtë vit janë regjistruar 4 të rinj. Fillimi i vitit shkollor, si zakonisht me parapërgatitjet edhe gjithçka që është e nevojshme që një vit shkollor të nisë, ka shumë obligime, aktivitete të ndryshme që duhet merren para se të filloj pra një vit shkollor i ri. Janë bërë disa ndërhyrje në infrastrukturë, janë bërë disa rregullime të vogla, të themi ashtu, por që ka pas nevojë që të kemi edhe ndërhyrje në infrastrukturë. Në përgjithësi i kemi rregulluar disa probleme që kanë qenë të mëdha, por këto herë ka nevojë për ndërhyrje. Gjatë gjithë pushimit janë bërë disa aktivitete duke nisur nga mirëmbajtja e ambientit shkollor edhe brenda, sepse ka shumë punë edhe hapësirat e brendshme të mbahen. Nisë edhe prej asaj që është edhe e pasur me botën e gjallë, pra kemi shumë lule, duhet për kujdesje e madhe, ka edhe shumë hapësira që duhet pastrimi dhe gjitha të bëhen. Dhe pastaj në fillim, pra siç bëhen zakonisht në fillim të vitit shkollor, pra gjitha përgatitjet me plan programet mësimore, me gjitha ato. Këtë vit shkollor kemi pas edhe ndryshime në planin e gjuhës, në programin e gjuhës shqipe dhe letërsi, e tjera, por gjitha i kemi marrë masat, i kemi realizuar, i kemi përfunduar, kemi kryer dhe kemi filluar pra një vit shkollor të rregullt dhe që dita ditës pra ka viju, ka ecë sipas planifikimeve që kemi bërë. Sa nxënës ka përcjell viti 2025 dhe sa të tjerë ka mikpritur? Viti 2025 ka përcjell 8 gjysmëmaturant. Pastaj në vitin shkollor që filloi pra në shtator, u regjistruan vetëm 4 nxënës, çka do të thotë automatikisht kemi pas 4 nxënës numrin në 4 nxënës me poshtë, pra në total, pra numri ka qenë në rënje. Sa ishte numri momentalisht i nxënësve? Numri i nxënësve momentalisht është 54, pra në shkolla jonë numëron 54 nxënës, të shpërndarë në 9 paralele, 7 në shkollën qendrore, pasi kemi paralele të kombinuar klasën e parë 2, 3 dhe 4, pra 2 paralele janë këto edhe 7 edhe 2 të tjera në paralele të ndara janë 4, kurse klasa 5, 6, 7, 8 dhe 9 janë paralele veç, mazgjithëse në total 9 paralele. Unë tregoni pak, shkon tek gjysmëvjetori i parë. Cili ishte një mesatare e suksesit tyre nxënësve? Në fund të gjysmëvjetorit të parë kemi pas një mesatare, të themi ashtu, të kënaqshme, një mesatare 3.57, diku te 3.57 në nivelin e shkollës, çka do të thotë nuk është një notë e vogël, sepse 3.57 numërohet 4, pra një sukses shumë i mirë për nxënësit, por të themi të vërtetën nga ai i fundvitit ka qenë më i ulët, pra jemi munduar edhe në mbledhjen e Këshillit të Arsimtarëve që ta
ta komentojmë, ta analizojmë dhe të mundohemi të marrim masat. Kemi arrit në disa përfundime, mund të ndikoj për shembull edhe serioziteti i nxënësve në këtë gjysmëvjetorin e parë nga gjysmëvjetori i dytë, sepse në gjysmëvjetorin e dytë themi të drejtën vinë pak më të interesuar nxënësit, mund ta themi sepse e marrin pak më me seriozitet, sepse mendojnë që në fund të vitit duhet të marrin nota më të mira, por ka ndikuar pak edhe numri i nxënësve me sukses negativ. Kemi pas pra edhe nxënës me sukses negativ, kështu që në fund vitit ndoshta pak nga pak edhe ata mund të bëjnë diçka që të përmirësojnë, por çdo herë duhet bëjmë përpjekje dhe duhet të motivohen edhe nxënësit, edhe mësimdhënësit bëjnë maksimumin e vet që deri në fund vitit mësimor sigurisht të shkojë kjo mesatare, kjo notë mesatare në nivel shkollës, të shkojnë në ngritje e jo në rënje. Sa i përket gjysmëvjetorit të dytë, drejtori thot se ai ka nisur mbar, por jo pas sfida. Një nga çështjet më diskutuara aktualisht është barazvlerësimi dhe rilicencimi diplomave të mësimdhënësve pas ndryshimeve ligjore të miratuara në Malë të Zi. Sipas Dodës, kjo çështje prek veçanërisht mësimdhënësit shqiptar që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, sidomos në Kosovë pas vitit 2008, pasi programet e tyre duhet të përkthehen dhe të notarizohen. Tani gjysmëvjetori i dytë themi të drejtën pa pushuar fare, sepse për mësimdhënësit dhe punëtorët e shkollës dihet se kjo nuk, pushimi i dimëror nuk është për neve, pushimi dimëror është vetëm për nxënësit, vazhdojmë pa ndërprerje, por do të thotë ky fillim i gjysmëvjetorit të dytë e filluam mbar, ta themi ashtu, por çdo herë me probleme dhe me pengesa që dalin në rrugës, gjithmonë me aktualitete, me diçka të re që duhet përshtatemi, duhet i përballojmë çdo gjë që na del rrugës. Një nga ato gjërat me të komentuar dhe me të diskutuar nga opinioni sot është edhe barazvlerësimi i diplomave të mësimdhënësve, gjë që na ka prekur shumë dhe do të thotë sipas asaj duhet që sipas asaj pra duhet bëhen dhe është punë e kryer dhe nuk kemi mundësi të bëjmë diçka as neve si drejtor, kjo pra është kryer dikur më herët, është kryer si në hije, apo të themi dikur kur dikush nuk e ka ditë, por tani ka dalë në dritë kjo, sepse kjo punë është kryer që është në fund korrikut apo në fillim gushtit në një mbledhje në kuvendin e Malit të Zi, ku është aprovuar një ndryshim ligji që thuhet edhe kjo që duhet bëhet barazvlerësimi. Më tepër jemi të prekur ne shqiptarët, sepse problemi është që duhet ato programet të përkthehen, që themi të vërtetën kap një vlerë të lartë që janë për dikë ndoshta të papërballueshme, dhe që ky nuk është problem për ato të cilët i kanë kryer në shtetet ish jugoslave, pra sepse ata i marrin programet në gjuhën serbo-kroate dhe ato nuk ka nevojë përkthehen. Por gjithsesi barazvlerësimi duhet bëhet për gjithë mësimdhënësit, duke përfshirë pra themi këtu e kanë ndarë duke përfshirë për ato mësimdhënës që kanë kryer në Kosovë, përfshirë nga viti 2008 e mbrapa. Po, në tregoni sa preken drejt për drejt mësimdhënësit e kësaj shkolle. Keni akoma kohë në marrjen e licencave të reja? Po, kohë sigurisht që ka, dhe shumica e mësimdhënësve shkollës tonë flas, i kanë deri në vitin 2029, që do të thotë janë 3 vite, pak më shumë, 3 vite e gjysëm, dhe kohë mjaftueshme kanë, por të prekur janë pothuajse 75%, 80% themi
janë të prekur, pasi që është një numër i vogël që i mësimdhënësve që nuk kanë nevojë për barazvlerësimin. Janë disa prej tyre që i kanë kryer pra studimet në Maltëzi, por të tjerët në përgjithësi i prek kjo. Mjafton kjo periudhë që të bëhet ky rilicencim? Sigurisht që mjafton, dhe sipas asaj çfarë thuhet, nuk do të ketë pengesa dhe nuk do të ketë zgjatje në barazvlerësimin, pra ato komisione do të punojnë shpejt dhe brenda 2 javë, 15 ditëve do t'i kryejnë pasi që dorëzohen, por me kohë sigurisht përkthimi dhe notarizimi i të gjithë atyre dokumentave, të gjithë atyre programeve mësimore që i marrin prej fakulteteve përkatëse, pra kohë më shumë përkthimi i tyre, por në përgjithësi kohë mjaftueshme ka edhe të themi drejtën, siç na kanë njoftuar nga ministria, kjo punë tani më është kryer dhe duhet që të gjithë marrin masat dhe të nisen menjëherë me procedurat, sepse kthim mbrapa vështirë se ka. Në përfundim, drejtori Sami Doda u shpreh optimist se pavarësisht sfidave administrative dhe rënies së lehtë të suksesit, shkolla do të vazhdojë të punojë për ringritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe për një mjedes sa më të mirë për nxënësit.